Po, Silvana pikërisht në strofën e fundit u lodh. U lodh pikërisht për mungesë të teknikës së mjaftueshme vokale për ta përballuar. Ndërsa Sara e performoi këngën më hishëm, e performoi më bukur. E me gjithë ato pak defekte që kishte, unë dhe përgëzoj gocë, ato e vrejtje shumë dashamirëse që u bëra. Janë vrejtje vërtet dashamirëse, kënga është jashtëzakonisht e vështirë. Jashtëzakonisht. Po, nëse ke diçka të shkurtër? Dua të them që unë këngën e Anastasis e di dhe Silvi u lodh në fund sepse këndoi këngën tamam siç është. Sara shfrytëzoi këtë ku bëri ca figura me back vokale dhe e la back vokalin të këndohet. Ndërsa Silvi këndoi këngën komplet. Bravo. A mund ta them pali sekond. Një sekond, ta marr. Kjo ishte e shkurtër. Dua pastaj. Dua që të më flas Juli. Mirë mbrëma. 1 2. Okej. Një mirë mbrëma gjithëve një herë. Në fillimisht unë i përgëzoj të dyja vajzat pasi të këndosh Anastasia në është gjithmonë vështirë. Megjithatë, do doja të thoja që Silvana më pëlqeu për timbrin e zërit, pasi ishte tepër i përshtatshëm për këngën dhe mendoj se e favorizoi në një farë mënyrë timbri i zërit në këtë këngë, por tek Sara më pëlqeu shumë energjia me të cilën ajo nisi këngën. Sigurisht që do të kisha dashur që të ishte kombinuar energjia e Sarës me timbrin e Silvanës dhe do të kishte dalë vërtet ajo më perfektja. Megjithatë i uroj të dyja vajzat. Faleminderit, Kristi. Ju lutem, sidomos paneli që është i përhershëm, që në mbyllje të çdo opinioni të japi vlerësimin dallues midis njërit apo tjetrit konkurrent, sepse tek e fundit ky është edhe qëllimi. Po? Patjetër. Albi bëri shumë mirë që në një farë mënyrë ma mori mendimin sepse do ta kisha marrë edhe vetë. Kur e citoj pjesën më të rëndësishme të diferencës së këtyre dy vajzave, e cila është një kënduar e plot e këngës nga fillimi deri në fund me versionin e saj tepër të vështirë dhe një kënduar tjetër me versionin light, i cili do thonë versioni lehtë, anashkalues për pjesët e saj tepër të vështira, sepse Sara sigurisht është shumë e zgjuar dhe zgjedh versionin e saj më të lehtë për të interpretuar nga ana vokale dhe e përmirëson atë me lehtësinë që t'jep ky version për ta mbushur me veprime skenike. Por nëse Sara do ta këndonte këngën nga fillimi në fund me të treja refrenet akute siç e këndoi Silva, jam i bindur që nuk do të dilte koha as buzëqeshte. Po, çmendim ka, ja, të përgjigjet. E para Poli, i cili është pedagogu i Sarës, Kristi është i Silvës. Po, në raport sidomos me këtë që evidentoi Kristi. Po, duhet bëj një parantezë, sepse sot për herë të parë dëgjova një timbrik të çuditshme nga Sara, e cila besoi se është problem teknik i mikrofonit. Dhe për këtë kam një sugjerim. Po. Të paktën unë jam edhe profesionist në atë fushë dhe jam i sigurt që është një problem timbrik i mikrofonit, jo i Sarës, për sa i përket timbrit. Atëherë ju jepni një këshill zotrinve që kolegut s'ka problem. Kështu që kjo është e para, sepse jam i bindur unë e njoh timbrin e Sarës dhe nuk është ky që doli sot në sallë. Për sa i përket Sara do ketë edhe një performancë tjetër më pas dhe shpresojmë që të rregullohet çdo gjë. Për sa i përket pjesës së këngës, të dyja për mendimin tim nuk dhanë maksimumin. Mund të kishin shumë nga vetja, por dallimi im, jo se unë jam pedagogu Sarës dhe dua të mbroj Sarën, por Silva pati, për të thënë, goxha një pjesë duke filluar nga mesi i këngës edhe deri në fund, ishte me probleme në intonacion. Edhe kënga ka vazhduar, po, gjithsesi. Nëse do ta dëgjojmë ritransmetimin, do ta dallojmë. Kurse Sara sigurisht nuk bëri maksimumin, pati ato luhatjet e veta me ato, por ajo ka një mjeshtëri, domethënë prej një, po them një mini artiste, sepse akoma ajo tenton për të bërë një artiste, e cila e çoi atë deri në një interpretim, domethënë që ja hodhi këngës, po themi në thonjza. Dhe energjia që shfaq. Kristi bëri një koment dhe unë kam dëshirë që ta sqaroni për publikun dhe teleshikuesit, bëri një koment në lidhje me variantin e Sarës edhe të Silvës. Zgjodhi Sara, tha variantin më të lehtë. Është e vërtet? Sigurisht Silva këndoi variantin
original, domethënë, unë bëri variantin original. Kjo është evidente. Sara anashkaloi diçka tek Brigji. Por unë mendoj, sepse domethënë të zgjedhësh një variant original, e rëndësishme është se ç'a bën në fund, se ç'a ngelet dhe si e interpreton, sepse mund t'ypi dhe unë s'ken të këndoj një variant original këngë, po varet se si këndoj. Po? Nuk është zgjedhje, më fal, të lutem Zana, një sekondë. Është një debat midis dy pedagogëve, interesant. Unë se prisja fare që Sara do këndonte këtë version, se Sara nuk është back vokal, është këngëtare lidere që duhet këndoj strofat dhe refrenet e Anastasis. Partin solistik. Partin solistik dhe jo back vokale, lule, dalje e tjera. Se t'ishte për ashtu, jam mësoj edhe unë Silvës shumë më thjesht këtë variantet, jam i bindur që të ishte tjetër gjë, por tani le të zgjidhë publiku se kush është më mirë. Për mua Silvana, domethënë, ka meritën e vet. Po? Atëherë, faleminderit. Përgjigje ju lutem. Të vazhdojmë se është shumë interesante vazhdimi. Është shumë interesant vazhdimi. Mendimi i Sarës. Ju falenderoj shumë profesor Kristi për vlerësimin tuaj për inteligjencën time për sa i përket këngës. Për hilet po, por jo për inteligjencën e madhe, se ne mund bëni një garë më normale, kupton? Jo për hile. Përderisa unë këngën e bëj ndryshe, do të thotë që kur është ashtu siç është, e bëj dhe e bëj. Po kur kërkoj diçka tjetër, do të thotë që unë mund të bëj shumë se ai sa bëj të tjerë. Ajo është, a ke mundësi ta bësh, bëj edhe një herë. Bëj edhe një herë versionin origjinal dhe mbyllë këtë muhabet. Do më falni edhe Kristi edhe Koli. Unë më duket se problemi është çik më i madh dhe tani po e kuptoj që është edhe më problematik. Këtu problemi është Kristi dhe Koli, madje dhe Nikolini, zoti Nikolini që është shumë konfuz për atë që thotë tyra adoleshentëve. Përpara se të ndalem për këta tre pedagogë që janë shumë dobët në atë çka thonë, unë do ndalem të dy vajzat, konkretisht të dy vajzat që kanë Diana, më fal, një minutë, të dy vajzat, të lutem Zana, të lutem, nuk dua që më të më ndërpresësh, se më ke dhënë mikrofonin dhe e shikoj çdo gjë me seriozitet. Nuk kam marrë këtu, të lutem e debatit. Atëherë, Sara, unë dua t'i them Sarës që ka dalë në sfidë me këtë vajzën, që të dyja jeni shumë të lodhura, po me dëshirën e madhe që këndon, që do të këndosh, por në fakt reciton, nuk këndon. Dhe sot i ke dalë dobët, kurse ti mesatare. Dhe pse, ja u them unë, kënga Anastasis... Në fakt, Diana gjithmonë të ka përkrahur. Jo, sigurisht, unë them për ditën që këndon, nesër mund të këndosh mirë, dhe unë mund t'jem këtu që të flasë shumë mirë për ty. Po unë them për këtë që të gjoj tani. Dhe këtë që të gjova tani, unë gjova që ti recitove. Ti ishe shumë e lodhur, dhe mua në çuditem këtu me panelin, jemi gjithë muzikant, jemi profesionist. Pse s'themi që stonuat? Pse s'kemi kurajo, ta presim, pritë kërtizën, vllai, ke student, thuaj këtu që stonojnë. Nuk kanë stonuar fare. Kënga është e pa realizuar. Nuk stonuan fare. Lutem mos më ndërpre. Sara, të lutem shumë. Është tjetër të kesh dëshirë të këndosh, është tjetër ta këndosh këngën deri në fund, me intonacion, kthesat harmonike. Kjo është një këngë që ka harmoni shumë të vështirë, po dhe shumë të thjeshtë. Domethënë thonë za, sepse këto kthesa harmonike, këto frazime që i bëre ti, që i ke në natyrë, një herë tjetër i ke përbukur. Sot ishte dobët, ta pranosh, je e lodhur. Mbase të ka juve t'jam qef këtë se di. Kurse juve ishit mesatare. Do me thënë, jam dakord, shumë dakord edhe me vajzën, Orgesën, që ato cilësi profesionale që duhet i vini në duke pedagogët, i vuri një vajzë adoleshente, si që është Orgesa. Po i vurin duke Dhe e dyta, adulte, na fal. E dyta, ju lutem me sinqeritet, mbase unë kam një tmet që i shoh gjërat me sërzitet. Ju lutem, i shohim gjërat pa i përkëdhelur, sedër në askujt. Kemi ardhur këtu, s'ka se është këngë e vështirë, është sken. Është këngë e vështirë, mos ja jep. Jepi këngën që përballon. Pra pedagogët kanë problem në veten e tyre. Jo, s'kam as i problem, o zyshe. Unë s'kam probleme me veten, jam shumë i qartë. Shife transmetimin, shif intonacionin dhe dilte Diana Ziu. Dhe thuaj, stonuan këtu apo jo? Mos pranoni as ju vetes tuaj mos stononi as një sekond. Kur stonaturat nuk janë bezdishme, ato nuk quhen stonatura, zyshe. Ku ka në muzikë stonaturë bezdishme dhe stonaturë e bezdishme? Ka, sa duash. Në asnjë mënyrë. Ka dalë nga intonacione që janë të bezdishme madje. Absolutisht. Debati u nxë shumë, prandaj unë mendoj më mirë të fusim publicitet, të qetësojmë dhe gjakrat këtu në skenë. Faleminderit.